Mirëdita të gjithëve. Nëse do të thoshe që ka një mënyrë për të vënë në kontakt me krijimin, ose më mirë me Zotin, ju do ta besonit? Është një metodë thjesht që të gjithë mund ta bëjnë, por askush nuk vjen t'ja u thotë. Përkundrazi, e kanë ndaluar. Dhe tani po ju tregoj disa fakte të pakundërshtueshme që do t'ju bëjnë që të ndryshoni mendim. Ndonse do hap polemika të mëdha, besimtar apo ateist apo çfarë jeni, është mirë që ta ndiqni deri në fund për të mirën tuaj, sepse këto janë informacione që duhen diskutuar dhe është një informacion më shumë që keni. Nuk ju kushton asgjë që ta dëgjoni deri në fund dhe të lini komentin tuaj. Kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen, sinqerisht. Atëre, duhet të dini që është një metodë shumë e vjetër që bëhej që prej kohërave antike. Bile disa e kanë bërë ose mirë e kanë zbuluar vetvetiu, por me kalimin e kohës kjo metodë ose kjo praktik u ndalua nga Vatikani. Dhe pyetja është pse? Në qoftë se do të ishte një banalitet, në qoftë se nuk është asgjë e keqe, pse duhej të ndaloj dhe pse vazhdon ende sot që të ndalohet një praktikë e tillë? Tani ndiqeni me kujdes. Atëre, kjo mënyrë, pra mënyra e komunikimit që ka mund t'i vësh emrin si të duash, por në atë kohë quhej quietesimo, quiet, që do të thotë qetësi, quietesimo, vjen nga latinishtja, por është në gjuhën italiane. Me fjalë u praktikua rreth viteve 1600 ca. Dhe ishte pikërisht një grua e quajtur Madame Guyon. Madame Guyon, një franceze që ka shkruar edhe libra në vitin 1685, ka shkruar një libër se si mund të vjesh në kontakt me Zotin ose me Perëndin. Por prisni sepse nuk është një mësim, është diçka e thjeshtë që mund ta bëj kushdo dhe tani po i tregoj. Atëre, Madame Guyon ishte një grua shumë e zgjuar dhe një grua që lindi nga një ngjizje në oborrin mbretëror ku gjendej edhe Luigi i 14 dhe ajo mori përpjesime të mëdha. Në fakt ishte një mistike, shpesh shkoni tek ajo. Bile edhe vet Luigi 14 e thërriste shpeshherë në oborrin e tij për t'i treguar informacione që ajo kishte. Sepse duhet të dini që njerëzimi vërtitet për rreth informacione, por gjendet gjithmonë aty. Më ndiqni me kujdes sepse e di që të gjithë presin tani se çfarë është si është kjo mënyrë për të vënë në kontakt. Ndiqeni me kujdes. Dhe Madame Guyon e kishte praktikuar nga vetvetja. Kur ishte vogël, ndonse ajo kishte lindur nga një familje, si thash, nga një ngjizje, dhe jati i saj nuk e donte sepse nuk ishte baba i saj, dhe e trajtonte në mënyrë çnjerëzore. Dhe ishin pikërisht këto fakte që ajo kërkonte, sepse nëna e saj i bënte iso burrit dhe nuk mund të ndaj sepse kishin një varfëri totale. E di që për dikë do thot tani që po mirë, po ndaj një zgjidhje tjetër të ikte, normal se cili bën zgjidhjen e vet, kjo bëri këtë zgjedhje ndonjë aty. Por problemi ishte i voglushës, ajo ishte e vogël atëre. Dhe me kalimin e kohës ajo gjeti mbështetje vetëm në një vend. Ajo ulej diku, qetësoi dhe kërkonte vetëm të lidhej në kontakt me një botë tjetër dhe kërkonte Zotin. Ajo fillimisht thoshte që kërkonte Zotin, sepse ka këto kontakte bëhen edhe sot, do t'ju them se si, por në atë kohë ajo e bënte kontaktin vetë, sepse ashtu ishte dëshira e saj me Zotin. Ulej në një vend të qetë, nuk mendonte asgjë dhe thoshte: "O Zot, më ndihmo. Unë nuk kam asnjë, nuk kam askënd, unë vetëm ty kam. Nuk dua asgjë tjetër, dua vetëm të jem në kontakt me ty, që të mund ta jetoj këtë jetë sa më qetë. Nuk jam." Me një fjalë, ajo u përball me shumë vështirësi të jetës, sepse në disa momente edhe vite për të mbijetuar s'kishte as të hante. Dhe si përfundim u bë një nga gratë më të pushtetshme në atë kohë, pikërisht nga quietesimo, pra nga mënyra e komunikimit pra me botën tjetër, ose më mirë me krijimin, ose siç e quan dikush me Zotin. Me kalimin e kohës ajo bëri dhe praktika të tjera, pra të mësonte dhe njerëzit se si e bënte ajo, jo sepse unë nuk dua të mësoj askënd të ajo. Dhe në librin e saj që bëri, thash 1685, ajo tregon disa praktika të vetat, jo se si mësonte të tjerët. Dhe kush ishte kjo praktikë? Sa po e thash më përpara, ajo ulej në një vend të qetë dhe pa menduar asgjë, me dashuri të madhe, mundohej që të vihesh në kontakt me
një botë tjetër, pra me krijimin, dhe kishte kontakte. Ajo kontaktet I kishte të vazhdueshme, në fakt ndaj e quanin në atë kohë mistike, sepse ajo vijej në kontakt dhe u jepte informacione njerëzve, kur I kërkonin disa informacione, ja jepte. Nga ana tjetër, u acarrua shumë, sepse me këdo që kontaktonte, pra në botën tjetër, me krijimin, me Zotin, apo çfarëdo lloj kontakti që ishte, ajo u acarrua me vetveten dhe me atë krijim, sepse thoshte, ju ose ti, Perëndi, Zot, çfarë je që më mëson që unë të, me fjalë, më jep informacione që t'u jap njerëzve, njerëzit më gjykojnë dhe kujtojnë se është faji im. Atëre, çfarë duhet të bëj? Mirë po, nga ana tjetër, të japin informacione, pra në qoftë se është një krijues, në qoftë se është një Zot apo një ëngjëll apo kushdo qoftë që t'jep atë informacion, nga ana tjetër thot, unë po t'jap informacione për atë që ti do. Me fjalë sipas dëshirës tënde, ti më kërkon diçka dhe unë ta them. Pastaj do t'jesh ti që do gjykosh se si do të bësh, si do ta rregullosh jetën tënde. Por këto janë të vërteta që unë po ti përcjell, pastaj je ti. Çdo thot kjo. Kemi fakte që nga kohrat e lashta të gjithë profetëve ose të këtyre ëngjëllorëve që kishin kontakte me forma të tjera, pra me Zotin, me Perëndin, dhe këta kur vinte në momentin e fundit, më ndihmo. Nuk mund të të ndihmoj, sepse nuk është material, nuk është fizik si ne, por është diçka e mbinatyrshme dhe gjendet në një tjetër botë, pra në botën e shpirtit ose në botën e fushës magnetike. Pra është një informacion që gjendet në hapësirë, nuk është një qenie fizike. Dhe thash, çfarëdo lloj kontakti qoftë ai, siç thash më përpara, ai është në botën e shpirtit dhe nuk mund të jetë fizik. Por sidoqoftë kontakte këto lloj kontaktesh kanë vazhduar akoma. Megjithatë, në atë kohë Madame Guyon e arrestuan. E arrestuan pikërisht për këtë. Me urdhër të Papës Inocenc. Me fjalë, Papa Inocencio i dha urdhër Luigjit të 14 që ta fuste në burg. Bile nuk mbaron këtu. Sepse nga momenti që ai e futi në burg, ai u detyrua që ta fuste në burg sepse i dha urdhër Papa. S'kishte zgjidhje tjetër. Në atë kohë Vatikani ishte në shekullin e 16-17, Vatikani ishte i fortë. Ka qenë dhe vazhdon të jetë. Por pasi e futi në burg, ai e mbante në një qeli, si mund të quhet, tamam si një princesh. Kështu thuhet, e mbante si një princesh sepse e dinte shumë mirë që nuk ishte faj saj. Ajo s'kishte asnjë faj. Pse vije në kontakt, duhet ta arrestoje për çfarë arsye? Bëj edhe ti. A thonë që ëngjëllorët vjen në kontakt ose priftërinjt, pse duhet të arrestoje një grua të thjesht, për çfarë arsye? Dhe ky ishte fakti që Luigi i 14 e mbante aty, por u mor vesh sepse spionët e Vatikanit i dërguan mesazh Luigjit 14. Dhe ishte ky fakti që i shtuan vitet dhe e futën në një bodrum që ajo e di se si vuajti për kohë të gjatë. Dhe kur doli tashmë ishte e sëmur. Dhe pasi u sëmur, vdiq në moshën 60 e ca vjeçe. Megjithatë, doja t'ju pyesja juve. A e dini që pyetje parë, si mendoni, a mund të jetë një formë kontakti kur ti në ndërgjegjen tënde ulesh që në mënyrë të qetë diku në një kodër apo në një shtëpi tënde apo ku do qofsh dhe mendon thellësisht dhe ti vihesh në kontakt me një formë tjetër? E di që për dikë tani këto thash do hap polemika të mëdha sepse për disa këto janë vetëm pallavra, por dëgjojeni pak. A e dini se kanë ekzistuar dikur, e kemi bërë këtë dhe në emisionin Enigma, madje kanë folur edhe herë të tjera, eremitët? Keni dëgjuar ndonjëherë për eremitët? Çfarë bënin eremitët? E dini? Eremitët shkonin në një mal, në një kodër ku nuk mundesh që të kishin kontakt me askënd dhe qëndronin atje derisa viheshin në kontakt me Perëndin ose me krijuesin ose me Zotin. Derisa në fund disa prej tyre kalonin një kohë të gjatë në kontakt, ishte kontakt mendor, jo kontakt fizik. Jo, por me mendje. Dhe këto halucinacionet që kishin, disa thonë që i kishin halucinacione sepse nuk hanin, meqense ata bënin agjërime. Por agjërimi ndonjëherë ishte edhe parcial, me fjalë i përkohshëm, jo gjithmonë, por në një kohë shumë të shkurtër. Mirë po, gjatë agjërimit, trupi, qelizat tona,
bëjnë një proces vërtet të çuditshëm. Këtë e dinë që të gjithë myslimanët e dinë shumë më mirë për shembull, që nga momenti që krijohet ky proces, që është një proces natyral, krijon një halucinacion në mendje. Nuk është për të gjithë. Disa e kanë halucinacionin më të fortë, disa më të vogël, disa nuk e kanë fare, por sa më shumë agjerim të bësh dhe aq më shumë halucinacion e ke. Pse? Sepse vihesh, pra ti shkëputesh nga bota fizike dhe futesh në një botë tjetër, pra në botën e shpirtit, si thamë më përpara. Unë personalisht e kam provuar, kush e di sa herë dhe e dini shumë mirë. Mase e mbani mend që kemi folur edhe që kam bërë 40 ditë agjerim dhe ndodhen disa fenomene që nuk i kam treguar dhe s'kam për t'i treguar kurrë. Por pse po ja u them këtë? Sepse ky ishte një mënyrë, pra ky agjerim dhe kjo duke shkuar në për pra të këtyre eremitëve, duke shkuar në për kodra dhe male, ishte një mënyrë për të vënë në kontakt me krijimin, me Zotin, dhe ata e bënin. Nuk ishte vetëm një, por ishin me mira, derisa edhe këtë kisha e ndaloj. Pra ndaloj Kuejtezimo në shekullin e 17 dhe ndaloj edhe eremitët. Eremitët që të bënin këto pelegrinazhe dhe të jepnin jetën pra për të vënë në kontakt me Zotin. Dhe pyetja është, pse? Në qoftë se është diçka banale, e zëm. Okej, është diçka që do që ta bëj njeri. Ore, unë dua që të shkoj në mal dhe të vjen në kontakt me Zotin. Ku është e keqja? Ku është e keqja? Pra, këto janë ato informacionet thelbësore që nuk vjen askush t'ja u thot. Dhe vazhdohet ende sot, kjo video që është këtu dhe ky informacion është në ekskluziv për ju për herë të parë po flas këtu. Dhe është thelbi i ekzistencës së njeriut, sepse njeriu është programuar për të jetuar në këtë botë kështu siç e jeton dhe nuk duhet të di asgjë, duhet heshtë të di vetëm ato çka bën, të punojë, të jetë sklav dhe të vazhdojë jetën e tij. Por nga momenti që ai di dhe njeh që ka një botë tjetër dhe mund të vihesh në kontakt dhe të marrësh informacione, sepse ti është për dobinë e trupit tënd dhe të mendjes tënde, nga ai moment të ndalojnë. Kush janë disa lobe dhe disa qenie që dominojnë njeriun, të paktën kështu thuhet. Le ti marrim këto si fantazi. Megjithatë, Kuejtezimo është e vërtet, sepse edhe sot, për shembull, nëse doni ta dini, ka disa që vjen në kontakt edhe me ëngjëjt, me ufot, me demonët, në spiritizëm apo çfarë, në të gjitha fushat. A e dini që këto janë të vërteta? Pra që të gjitha këto janë kontakte me botën tjetër. Disa, pra, vjen në kontakt me demonët, disa vjen me ëngjëjt, disa me shpirtat të tjerë, disa me shenjtorët, por ka disa që kërkojnë vetëm Zotin. Pra, ky është i vetmi fakt dhe e vetmja praktik që mund të vihesh në kontakt me krijimin ose me Zotin. Më thoni se çfarë mendimi keni për këtë argument, pres komentet tuaja me qetësi në ato komente, sepse lexoj ndonjëherë që unë jam çmendur apo këto janë informacione që i gjeni gjithandej, por të mbledhura të gjitha bashkë ashtu siç bëj unë për ditë është e vështirë. Jo sepse unë di gjithçka, absolutisht jo, por mundohem që t'ju informoj sepse atë çka unë di ja u them juve. Së bashku i diskutojmë dhe kush shkruan komente që nuk janë në linjë me diskutimin, atëherë do të thotë që nuk e ka hapur derën e dijes dhe të informacionit, sepse i mungon. Kështu që unë e bëj për të gjithë, ndaj po them, do t'ju lutesha me qetësi, më thoni, nëse unë gaboj diku, më thoni ku kam gabuar dhe ta diskutojmë së bashku. Kalofshi bukur dhe një të diel të këndshme.